Valla sot thot motra edhe vllavi, po ta bojnë thot edhe mazi. Ndodh që ka vlezër edhe motra që janë ndikuar prej djallit, prej shejtanit, edhe ndoshta e dëmtojnë vllajin dhe motrën e tyre. Kujtohet në Kur'an përmendet historia e dy djemve të Ademit a.s., babait njerëzimit. Njëri prej tyre u ndikua prej shejtanit derisa arriti ta vriste vllajin e tij. Gjithsesi, feja jon Islami na nxit që ta ruajmë gjakun ton, na nxit që t'i ruajmë lidhjet. Ta duam vllajin, ta duam motrën. Është gjaku jon, ta duam fisin. Dhe ndër fjalët e para të cilat profeti a.s. i ka thonë kur ka shkuar në Medinë, pra dhe ka përmend ndër gjërat pra që ta mundësojnë të hysh në xhennet me paqe, ruajtja e lidhjeve farefisnore. Kështu që njeriu duhet të tregohet i kujdesshëm, sidomos me vllajin, me motrën, pra që janë më të afërmit. Dhe ruajtja e lidhjeve nuk është pra thjesht kur ka dreka, darka apo dasma, sa aty të gjithë garojnë. Ruajtja e lidhjeve është kur dikush mundohet pra prej fisit ose prej të afërmve, mundohet t'i shkpus lidhjet, ti me i rujt, me bo durim se ti e bën për Allahun e lartësuar, për hir të madhit Zot. Allahu na bof prej atyre që i ruajnë lidhjet me të afërmit, me vllajin, me motrën, me fisin. Zoti e përmirësoj gjendjen tonë. Amin.